Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, falëndërime dhe lavdërimet tona I qofshin Allahut azza wa jall. Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm për Allahun agjërojmë, vetëm atij I drejtohemi, tek ai pendohemi dhe vetëm në të shpresojmë. Paqja dhe shpëtimi Allahut azza wa jall qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të dërguarin e fundit, mbi njeriu të cilin Allahu azza wa jall dërgoi mëshirë për të gjitha botrat, mëshirë për besimtarët dhe jo besimtarët, mëshirë për njerëzit dhe të tjerët, mëshirë për të gjithë, vulet e pejgamberëve, na mësoi rrugën drejt Allahut azza wa jall, na mësoi pendimin, na mësoi agjërimin, na mësoi afrimin tek Allahu azza wa jall. Dhe paqja dhe shpëtimi Allahut azza wa jall qofshin mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, të cilët sakrifikuan çdo send për të na përcjellur këtë fe që të vijë deri tek ne, dhe mbi të gjithë ata që besnikrisht me përgjegjësi dhe ndërgjegjësi të lartë e përcjellin këtë fe ashtu sikurse duhet tek gjeneratat e ardhshme. Ndjej kënaqësi të veçantë që gjendem në mesin e juaj, duke lutur Allahun e Madh që këtë natë të bekuar, këtë natë të mirë dhe të ndershme, të pranuar tek ai, të lartësuar dhe të madhruar tek Allahu azza wa jall, ta bëjë natë të pranimit ton tek Allahu azza wa jall. Ashtu sikurse Allahu e ka pranuar këtë natë të madhe dhe e ka pranuar që këtë ditë të jetë e madhe tek ai, Zoti na bëf të pranuar edhe neve tek ai. Nuk është kjo qëndrimi im para juve për të ligjëruar, e as për të përmendur ndonjë ligjëratë e cila ka protokoll të caktuar. Mirë po, dëshiroj në pika të shkurtëra, ashtu sikurse ata që ishin para meje përmendën disa çështje të rëndësishme, që ky agjërim, kjo sakrificë, ky investim që e kemi bërë në këtë muaj mos të shkon hoq, mos të jetë I kot, mos të jetë I pashënuar, mos të jetë ky agjërim, ky investim I bërë në këtë muaj mos të jetë shkel e shka, mos të jetë pandjenja, mos të jetë pambresa në jetën tonë në muajt e ardhshëm pas muajit të Ramazanit. Prandaj muaji I Ramazanit qëllimi I tij është të na forcon, të na afron me Allahun azza wa jall. Prandaj në këtë muaj kemi investuar, në këtë muaj jemi munduar, jemi përpjekur, kemi agjëruar, në këtë muaj kemi lënë ushqimin dhe pijen, në këtë muaj e kemi lënë edhe veten pa gjumë, në këtë muaj e kemi lënë veten pa shumë kënaqësi, në këtë muaj kemi ardhur të ndëgjojmë fjalën e Allahut azza wa jall, në këtë muaj kemi investuar shumë. Prandaj le të jetë ky investim I joni I vazhdueshëm, I avancuar në muajt e ardhshëm drejt Allahut azza wa jall, mos të jetë muaj që e adhurojmë Ramazanin, por të jetë muaj që e dëshmojmë se adhurojmë Allahun. Prandaj ai I cili ka adhuruar Ramazanin, ta dinë se Ramazani shkoi, ndërsa ai që e ka adhuruar Allahun, ta dinë se Allahu është I gjallë dhe nuk vdes, duhet vazhdimisht që të adhurohet. Ka shkuar një ditë një shok I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, I njohur për të gjithë juve, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, ka shkuar një ditë me vizituar shokun e tij, vllaun e tij, Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu. Hudhaifa ishte në momentet e vdekjes, ishte duke vdek. Ky sahabi I shuar, ky sahabi I njohur I Muhamedit alayhi salatu wassalam, ishte duke vdekur, ishte në momentet e fundit. Prandaj Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dëshiroi që ta shfrytëzon këtë rast, edhe I tha ausini, I tha më këshilla, nga se dini se ai që është në momentin e fundit të vdekjes, ai që është në momentin e fundit të jetës e në prag të vdekjes, I ka këshillat më të pastërta, më të qiltëra, nga se nuk ka kurfar interesi më që të gënjen, ose të mashtron, ose ndonjë interes tjetër, mirë për atëra që I mbetet ajo është që ta bën ndonjë punë të mirë para se me vdek. Për këtë arsye, këshillat atyre që janë në prag të vdekjes janë të nevojshme dhe të duhura për neve. I tha ky sahabi I njohur, ky shok I njohur, Hudhaifa radiallahu anhu, I tha Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, I tha ama wasalaka al-yaqin, a nuk të ka rrit bindja që po lip këshill? A je I bindur se je në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A je I bindur se Allahu ka kërkuar për te që të jesh rob I tij deri në vdekje? A je I bindur se duhesh të jesh rob vetëm I Allahut azza wa jall? A je I bindur që duhesh të jesh vetëm në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A je I bindur se duhesh të kthesh vetëm ka kibla, që Allahun të ndëgjosh?
atë ta respektosh. A je i bindur në tërë këtë, edhe ti, vëllai i dashur musliman edhe motër e nderuar? A jemi të bindur se ky muaj është muaj i muslimanit, muaj i pajtimit me Allahun Azza wa Jall, muaj ku ne dëshmojmë se me të vërtetë sakrifikojmë për Allahun Azza wa Jall, muaj ku ne dëshmojmë se dëshirojmë të pajtohemi me Allahun Subhanahu wa Taala, muaj ku ne e përtrim përsëri besën edhe në Allahut Azza wa Jall se jemi vetëm robët e Tij, besën se e pasojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A kemi këtë bindje? A jemi në këtë bindje ne? Padyshim se çdo musliman thot po. Atëri tha Hudhaifja Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, iyyaka wat talawun. Atëri ruaju e mos u ngjyras. Atëri ruaju mos e ngjyras këtë kthjellësi, këtë bukuri kaq të mirë me ngjyra të tjera. Me një fjalë, mos u shëmta. Mos u shëmta duke qenë rob i dikujt tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Mos u shëmta duke pasuar dikën tjetër pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ne për shkak të humbjes së imunitetit, për shkak të mëkateve të vazhdueshme, për shkak të ngecjeve të vazhdueshme në rrugën e Allahut Azza wa Jall, shpeshherë mëkatet nuk na dhamben. Shpeshherë kjo ngjyrosje nuk vrehet në veten tonë. Mirë po duhet ta dimë se çdo mëkat është një ngjyrë e keqe në ty. Prandaj sikur të kishim mundësi që ta shohim veten të ngjyrosur kështu, do të iknim nga ky shëmtim. Para mendoni sikur se një njeri i cili e ka lyer shtëpinë e tij bukur, e ka lyer shtëpinë e tij me ngjyrat e bukura, edhe vjen fëmiu i tij dhe lun me ngjyrat e tjera nëpër këtë mur. Si do të duket ky mur atëherë? I shëmtuar. Mua ashtu, nëse pas Ramazanit vazhdon sikur se ke qenë para Ramazanit, ngjyrosesh me ngjyra të ndryshme, e humb hijeshin e ngjyrosjes tënde në këtë muaj të bekuar, je pastruar në këtë muaj nga të gjitha ngjyrat të ndryshme, ke mbetur i ngjyrosur vetëm me ngjyrën e Allahut Azza wa Jall, vetëm me ngjyrën e fesë së Tij, vetëm me ngjyrën e pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj qëndro kështu, stabil, i përqendruar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, i bindur se vetëm në pasimin e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të mbetesh ai i cili Allahu dëshiron për ty. Prandaj të mos ngjyrosemi. Porosia është të mos ngjyrosemi, të mbetemi me një ngjyrë, sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. Vetëm ngjyra e Allahut, e kush është ai i cili të ngjyros ty më mirë se Allahu Azza wa Jall. Mos pranon ngjyra të tjera, fallsa, të cilat të shëmtojnë, të prishin imazhin tënd, e prishin pamjen tënde. Qëndro i ngjyrosur me devotshmëri, i ngjyrosur me pendim, i ngjyrosur me kthim ka Allahu Azza wa Jall, i ngjyrosur me nënshtrim, me pasim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye e përfundoj edhe këtë me një fjalë të Abdullah ibn Mas'udit, gjithashtu, këtij sahabiu të shuar, të njohur, i cili kur vinte kjo kohë e Ramazanit, kur vinte kjo kohë e përfundimit të muajit të Ramazanit, u thoshte shokëve të tij këtë fjalë. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu në fund të Ramazanit u drejtohej shokëve të tij me këtë fjalë: Men ir-rabihu fanuhanni wa men il-khasiru fanu'azzi. Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, kush është ai që ka fituar e t'ia bëjna për hajër fitoren, nga se gara po përfundon, gara e hyrjes në xhennet, gara e faljes së mëkateve, gara e pendimit, gara e pajtimit me Allahun Azza wa Jall, gara e arritjes së shkallëve të larta në xhennet është duke përfunduar. Kush ka fituar në këtë garë e t'ia bëjna për hajër? Nësa kush është ai që ka humbur e ta ngushëllojmë, e t'i thojmë Zotit të lartë shnash, inshallah Zotit të mundson në Ramazanat të tjerë e që të përmirësohesh dhe të mbushesh mend. Prandaj në fund të këtij drejtimi para jush, e lut Allahun e madh me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. E lut Allahun e madh me çdo send që ai e pranon tek ai e tij. E lut Allahun e madh që na e bën për hajër inshallah në këtë natë të bekuar, na e bën për hajër se na i ka falur mëkatet. Allahu na mundsof që inshallah të na bën për hajër në këtë natë të madhruar, në këtë natë madhështore, se është pajtuar Allahu xhalla wala me ne. Na mundsof Zoti që ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ai që kështu ka fituar, për hajër i qoftë fitoria. Ai që ndryshe ka kuptuar, Zoti e lash shnash. Allahu ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.